djalli vet ose kur lën komente, mos u merr me këto që të duhet ty se janë sporte të rënda. Arjan, po këto Do partitë e thënë reja, kërcënim si në vlerëson? kërcënim në anë tjetër. Harroj këtë lapajn, ky është patjetër që thonë që është i sorrës. Unë nuk e di. Nga ndihma që kanë marrë nda. Ore, pse kuptoj dhe shohun që këta duan të marrin një llogëm të gjithë? Ose po bëhet gati dikush, ky agron sheh, ndoshta po bëhet gati, edhe pse e kam vlonjat. Është vlonjat, jo se e kam njeriu tim, se kam se njo, por nëse do dalin ndryshe, po dalë të jetojnë pasurit një, se sigur i dolën shumë pasurit e këtij. Si i krijoi familja? Familja si ti krijon pasurit ty? Në rrogë, po punoj në kamion, po marr 3000 javë s'po del prap. 3000 javë, siç mund marrin gjithë kamionistët apo 4000 apo 5000 të pastra. Nuk po më dalin vëlla, se do paguaj edhe taksa, do paguaj edhe gjithçka. Si i dalin këtyre që bëjnë gjithë këto biznese? Pra është një gjë. A i heton njëri? Jo, thot populli, se doli atje dhe i bëri një video Ramës, se degeneroi Ramën ky dhe u bë djali mirë. Jo vëlla, hetoj të gjitha, nëse meriton vërtet, urdhëro dhe votën time dhe të gjithë miqin e sa të kam, që po t'ja kërkoj do e bëj. E nuk kam pak miq. Pavarësisht se jam spostuar nga koncertet. Tash pse jam spostuar nga koncertet, e lëm se s'dua të dal. Kjo është një mesazh për ata kolegët e mi që janë vipa të mëdhenj biles, që shkojnë koncert me 500, edhe kur dalin këtej thon 3000 4000 mora, që nuk i marrin marrveshjet, asnjë nuk i merr. Pat dhe një lloj revolte të protestuesve ndaj artistëve shqiptar. Si e vlerësuat këtë lloj, po themi, nervozizmi ose këtë lloj irritimi? Ajo është në krizën e kujdo, por unë për vetë dola me këmbët e mia. S'kisha nevojë të bëja buj. Se po të bëja buj do dilja për reklam, jam shumë zotëri. Po dola se besoja të popull, jam nga populli. Këta tjerë që janë për ditën e ekrane dhe janë të lidhur me njëri tjetrin dhe nuk dalin, atëherë nga dikush e kanë interesin dhe le verdin që nuk dalin. Kaq e thjeshtë. Gjithmonë u bëka koncerte, më thonë sa, merr kanë Alban Skënderajin, gjithmonë u bëkan koncerte, më thonë sa, merr kanë Aurelën, gjithmonë u bëkan koncerte, merr kanë, domethënë 2-3 kokra. Po si u bëka kjo? Si u bëka? Që tek e fundit pas gjithë që kanë çfarë ka bërë Arjani, çfarë ka bërë tjetri, çfarë ka bërë Shejtani, çfarë ka bërë Arroganti, çfarë ka bërë VIP-i pa qenë VIP. Se kanë dhe nevojë për titullin VIP. Unë akë jam akë kam dhënë. Ja Allah, o zoti bëra dhe reklam vetes, me të fut me kjo punë, po nice. Po lëm rahat atë pa ç'ke. Po me gjë, do vjen në shaka. O djalë, nuk besoj. Do ndryshoj në një gjë ç'a mund ndryshoj pak sa të harrohet populli, se ne harrojmë shpejt. Ato vedhë që hedhim ne i harrojmë. Kujt ja hodhëm, pse i hodhëm? E para ne kishim Belerin dhe nxorëm, ishte me marifet kjo punë. U bë dhe çfarë u bë ky artisti Beleri, se të gjithë artistët janë bërorë. Dëgjoni del dhe ajo thithlopa që ulet dhe mbrapa në skena, domethënë live, edhe bën dhe mikrofonin sikur po e ka futur ku e ka futur dhe po e gryen se si del gjë. Ja Allah, si del atë para asnjë gjë. Ne artistat. Si mund të quhesh artist? Si na dole artist. Bëri një këngë dhe Xhixhileu hodh populli përpjet të u bërë artist. Artist të bën kultura, artist të bën shkolla, artist të bën nota muzikore që ta njohësh, mos dalësh mos di ku je, tjetër për tjetër. Artist të bën sjellja. Po mbi të gjitha, për mendimin tim, qofse ke lindur bashkë me këngën që ku mban mend veten, për mua je artist. Aty po. Artist janë ata që kaluan, që na lanë këngët, që nuk vdesin akoma, i dëgjon dhe thua më çfarë kanë bërë diçka më shumë se ne, se nuk na shkon neve. Çfarë kanë bërë diçka më shumë? Kanë bërë çdo gjë më shumë. Me ema qazimje, me të shoqin e me këtë duar, se s'duat lë njëri ti zësh me emër se nuk mbarojnë. Mendoj unë shumë mendoj. Ishte Tonin Torshana që rrinim me një shtëpi, miq të vjetër. Parë si se pinte i shkete, ai ishte problemi i tij, por i dilte vokali mërti, pa ungror, pa bërë masazhe grykës, pa akordet zanore i kishte në vend. Të dalim ne të këndojmë do kollitim 200 herë si jam mirë sot, si jam mirë nesër, si jam Lina, apo dalin gjithë me playback. Po mirë, pa fikën një atë muzikën një, ç'a do bëj? Do ngele mi që s'bëjnë një mikrofonizëm kështu, se mikrofonizmi do më thënë bën zzz kur është shumë i lartë, e kupton? Ta bëjnë dhe ndryshe një, pak ndoshta dëgjohet, pa asnjë gjë s'do dëgjohet. E them me shaka, me batut, me ironi,
Jo më tash që dolën dhe këngët në AI, apo AI, si quhet atë keqen? AI, AI, apo jo? po, Apo po, AI? po, AI quhet. Po i po. vëm AI-n apo nuk bëhet ndryshe kjo? Nuk jo, Si të del çik duash, me po. E o na del rëndësishme si është që jo, dim se për na çfarë del bëhet fjalë. asnjë se them kot, për këtë ti je i sigurt. AI doli Rama që bënte ato. AI doli këngët pa. Ky doli AI, vajti ta ndryshonte gjithë atë. Po ç'a ishin këto veprime të një kryeministri me atletë të bardha? Ky tash i ka shkuar për hallet tona atje me atletë të bardha? E me brek zeza apo i ka të kuqe brekët? Se ndoshta veshin e string në një, kush i merr vesh më? Shkatruan vendin. Do thoshte Arian që flet kaq lishëm, sepse Ariani nuk pret të marrë fonde nga askush. Më kujtua mamaqit tash, që më kujtua koto, ishim në Florida, edhe na prezantoi një organizator që ishte atëherë Bushi. Më tha mua merr malin një është, thash një jemi. Ai ti jepte tash ti rëndësi, nuk e di çfarë do jepte vetes. Mamaqi më tha mua, më jep dorën. Shoh shumë. Taqi thash, unë thash se ma tha për shaka, apo për ashtu. Mamaqi tha, taqi thash unë edhe, u bëja punë, doli mamaqi, djali ri, e këtë kam me shaka dhe me batuta, si u bën gjithë ta të pasur. Kolegët tanë janë më shumë artista, janë më shumë krijues, janë më shumë, çfarë bën? Përveç se i bëri portokallia të gjitha, rrethën pas tani shkret. Ishte tjetër djalë. Se nisi me program tjetër, pavarësisht si devijuan këta ç'a bën, por djali zoti. Me Filip Çakullin atëherë, që Filip Çakullin e njoh që kur isha sa isha 7 vjeç, që vinte shfiton. Ka qenë atëherë më duket me Gazeta Austenin. Njëri mirë, Arian, kuptohet që patjetër që po. faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Unë të falenderoj. Të paktën nuk na bezdisi sot se gjithmonë në për intervista kur jap kështu i bie telefonit Aizaçe Islami, i bie gjithmonë njerëzve pak sot sa bezdisi. Se bëj shaka. Do të pusoj bullave këtu. Njerëz të mirë, për gjithmonë flasin për njerëz të mirë. Inshallah ndryshon vendi ynë. Edhe nëse e ka nisur dhe vërtet siç e ka nisur, nëse e kanë një njerëzit vërtet të tortë, siç thoshte Ilir Kulla, inshallah dal për hajër, po prap kush do dali? Por se mos na del në lul prap se jemi vërtet ne jemi të pa vendosur, jemi të pa çfarë na del. Mos del luli prapë se ne shkojmë vëm prap ata që kanë dhënë provat kush janë. Mirë, o ti djalë. Mos bëhet kjo lojë, po populli vazhdo, do të marrim çat marrim se shef që po i vjen fundi. Unë nuk besoj se do vi një nga asgjëja, po priska me të gjithë Shqipëria se po përfaqëson ka Amerikën ai apo do ndihmoj Shqipërinë. Ai erdhi për të marrë. Majnë 10.000 çat marrë lek, çfarë reklame mund të bëjnë, sikur u bë miliarderi bë. Pse s'po merr në shtet tjetër? Pse s'po merr në Amerikë ato lek? Po ngelën biletë pa shitur edhe dalin 5 veta, çfarë reklame ndyr që ti ul popullin tënd. Vazhdojnë dhe akoma dhe këta njerëz që ndrojnë. Unë besoj duhet të shpërthej, ore dinamitin me ndërtesa me gjëra, se bëjnë prap ndërtesat. Janë bërë kaq kulla. Su gjekan lek për të bërë ndërtesa nga fillimi, ama vëj dinamitin. Tjetë gjithë bota thot atë larg nga shqiptarët, sepse ne nuk duam njëri tjetrin. Me Ismail Qemalje, me të gjithë meri ku duash, njerëzit e vet. Ore më fali minut, kot një pyetje si punë budallaj, se mos qofsh pa true pa shkollë, këtë gjë. E mos qofsh fshatar nga Velça e Vlorës, lëm rehat them. Përse ky Rama që do ka shumë këtë popull nuk mori këta halexhi që mbajnë këmbë, se këta e mbajnë këmbë, bashkë me ata tjerë që bëjnë ç'a bëjnë, përse nuk thot hajde o popull, këtu jam dhe unë me ju. Ja ku është dhe Spaku, qose dhe Spaku po bën se nuk besoj më as të Spaku, personalisht. Ja ku është dhe Spaku, ja ku është dhe Veliaj, ja ku ishte dhe ai tjetri, ja ku është dhe ky tjetri, ja dhe ku është tjetri. Për të gjithë ky tha që nuk ka hajdut gjatë, apo ç'a thoshte, se veti thoshte, që hëngër të morti. Pse se ha. Hajdut i gjatë vjet më shumë se është i gjatë e i fshe. Po nesër. Se i shkurtër i fryet që fryet e del bam, e kupton, nuk ka dhe lezet. Ishte Vangjul Daku për shumë, pa i s'ka vjet në i, doli. Shaka, bëjmë shaka e zërin palaç, apo sa tjerë ka. Ku vajte, mi mori njëri pasurin këtyre? Mi mori
Nëse, që nuk merr ky njeri, që thotë vemi spak, të mbarojmë punë me plakun mere, me njerin, me tjetrin, me tjetrin, me tjetrin. Çfarë po bën spaku që s'po gjen dot një rrugë zgjidhje, ndërsa është Amerikan mes, ndërsa janë Europianët mes. Por mos han gjithë nga një lugë dhe s'po marrin vesh edhe bëjnë këto të gjitha për si ja bënte nën Xhevria, në Gjinë, e shefte që nuk hec, domethënë gjë. Hec thoshte. Çfarë ke këtë hec? Asaj thoshte. Hec. Më çfarë është? Gjë që s'bëhet thot? Keni gjuhë salën thoshte? Ironi, ironi tamam, ironi e thjeshtë, ironi e bukur. Po e kam dëgjuar një. Nuk thoshte next, kur si pëlqente pyetja thoshte se nuk i zgjidhte. E mban mend besoj, apo gjithë populli e mban se ne e harrojmë ore. Që ja bënte next. Po kujt ja thua next? Pse s'përgjigjesh në atë pyetje që të pyeten? E ja bënte shketa. Po ecim. Ja ku jemi. Ariana, besoni që do ketë ndryshime? Besoni që do ketë ndryshime? Do doja me gjithë shpirt në rrath parë për racën tonë se nuk mund të harrojmë që jemi shqiptarë. Unë nuk jam as grek, as do bëhem grek, as nuk kam lindur grek. Por nuk kam pse tasha, jam shumë zotëri çfarë them, vlerësoj pantallonat e mia, jo të tjerëve ç'a duan. Nuk kam pse tasha që erdha në Shqipëri, e dua Greqinë se u rrita. U formova. Por nuk dua të vi greku të më bëj ligjin në shtëpi time, të vi mik, të hiqi mik, siç vetë unë dhe vi. Nëse ka vërtet biznese që patjetër që janë bankat, të merret të shtrydh, të lënë në Shqipëri atë që duhet lënë, dhe pse? Duhet bie, nuk ka Shqipëria të krijojë banka, vetëm i bankë shqiptare duhet jetë. Pse erdhën gjithë? Pse na duan gjithë kur është për të ardhur për banka e për ashtu e për kështu e për. Pra kaq e thjesht është. Do zgjidhësh gjë tjetër janë, jo nuk zgjidh asnjë gjë. Thjesht unë bisedoj me ty të na dëgjoj populli që kemi hallet bashkë me ta. Bashkë me ata i kemi hallet. Bashkë me ata i kemi hallet. Ky është mendimi im. Tash që përket këngës se u thuash po bëjmë politik. Jo, nuk bëjmë politik, them atë që na themi, të paktën unë them atë që na dhëm. E nuk e kam thënë sot, e kam thënë që kur kam dalë, prandaj u spostova nga këta vipatane, kupton? Do laj çik vip tjetër, unë që më ngër të mort, që sikur shikoj pas hyrën them, ça vi po i zi. Ama të paktën jam krenar vetëm për një gjë, si punë idiotit që e thon gjithë, kur i ke dëgjuar këta që thon ne artista thot. Po dale më Xhoxho, se s'po them dhe në emër, besoj se më kupton. Po deri dje u bëre me Florin Telikës, apo ky tjetri me Damot e Jes. Nga vajtën gjitha më, nga hit zoti fare, vetëm atë kishte mësuar. Po nga vajtën më gjithë. Humor banal, humor arrogant, humor ta shajmë Enverin. Po Enveri vetëm krijoi. Nuk jam komunist. Po Enveri vetëm krijoi me dhunë pa dhunë. Po ne sot çfarë po bëjmë? S'kemi akoma shihen të trenit janë tati. Nafta që kalon natën, që shkon ai tik llapaj që bën video. Ku e gjeti tikja, e kupton, nga e dinte tikja. Ka që zgjuar doli, jo, janë të lidhë me njëri tjetrin. Ora ma, ata që ke afër, ata do të hanë, o mik, si që ndërtë ju Enveri tjerë, ai tjetri, si që përra dhe Enveri ata të tjerët. Se unë besoj se burë më zgjuar, që ka kaluar, mendoj unë se me të shehu, me ajsa unë logjik kam, nuk ka pas Shqipëria, as Enveri jo s'ka qenë. Ky është mendimi im, mund ta kem gabim. Edhe Justin Kapua. Do thosh pse Justin ndë thosh, po e kam nga vendi gjyshe se nga tërbaçe, do ta them, ka qenë i zgjuar vërtet. Po që kush mund dali? Një jep ti mendim dhe unë them po apo jo. Ose ta them ndryshe. Të dali një njeri nga populli, po nuk qe se fillon me nder, më falni për shprehjen, ato viclat, se do thoya në një gjë tjetër po e mbajta. Të dali, kush të dali, le ta hetojnë, po ta hetojnë me letrat hapura, ta hetojnë siç duan. Se dilka më në fund e gjë që kërkoja, ç'a dilkan ata, dilkan me probleme, apo jo. Çfarë pasurie dhe si e vuri, para se të futet dhe kur ta lej. Për mua deri më sot burru tregua vetëm ai zotëria Mojsiu, si e ka pasur? Alfred Mojsiu, më fal. Zotëri që ta respektosh derisa ti je gjallë. As bëri shpinë në pallat me tulla ndajti akoma. Shumë thonë u tregua budalla. Si bie njëri derës ti, apo gaboj unë? Po bëri gjëra, do nderoj popullin, nuk e la njëri për legend. Kudo që e shohin sot që mund të jetë i smur, inshallah zot bëhet mirë ai njeri,
se ai e meriton, e respektojnë gjithë sa e kanë njohur. Nuk i thonë dot hajdut. Këtë vëbërtasin, po i ngjisin veza. Ore veza, ore ti djalë, veza lahet thot ai tjetri. Doli ky hoxha që ishte, më duket se është një pjenverit te ky. Po kaq i pacip edhe ky shiti gjyshin për të qenë me këtë. Se s'na ha mort ja. Po pse s'na, po nipi vetë, nipi, e shiti nipja, kush e? Hoxha, e është ai, kush është? Cili? Ai s'beson drejt të gjyshive? Besoj unë për ato që ka krijuar. Uzina e gjithë. Vajti vrau shok të vetë, sepse i hyri ajo pasaj, si që ka hyri këti, që do t'i hajt gjithë, që po i hanë darda më shpine. Po me gjithë, më thuaj një emër, se po hym politik, nuk dua të hym politik, se politika është